Përshëndetje të nderuar miq të kanalit ton Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe analizat më të fundit rreth artistëve, rreth publikut, rreth atyre që në fakt ju i doni dhe i admironi. Kam patur shumë komente dhe shumë mesazhe Tiron na fol për Gimbon dhe Selin. Do të flas për Selinën konkretisht. Selina ditën e sotme ka postuar një video shumë të bukur që tregon se i është rikthyer bukur tregut, por tregut të saj privat. Ndryshe nga personazhet e tjerë, për shembull ndryshe nga Brikena, Selina nuk ka përzgjedhur që të punojë akoma për një media, do të thënë akoma nuk ka një kontratë publike që Selina ka nënshkruar që do ta ketë këtë kontratën për rrugtimin e saj në këtë televizionin dhe do të menaxhoj këtë emision, nuk ka një kontratë të tillë. Selina ka përzgjedhur që të gjithë këtë sukses të jashtëzakonshëm dhe të gjithë të famë t'ia dhuroj vetes së saj. Do të thënë me patjetër që ne besojmë që meritat tona i marrim në momentin kur ne arrim që të realizojmë atë që ne kemi në zemër. Do të thënë t'ia kthejmë vetes tonë dhe në këtë rast unë e shoh që Selina suksesin ja ka kthyer vetes. Në një studio, në një ambient të studios, Selina ka publikuar një video ku duket që një mike e saj e ngushtë apo një nga gocat e studios është duke rregulluar ndriçimin që Selin të bëjë fotosesionin apo video për reklamën e radhës që Selin do të sjellë. Do të thënë, Selina ka punuar me shumë dashuri disa reklama, një nga reklama që akoma në fakt nuk është bërë publike ku Selina është një diva e vërtet, dhe reklama tjetër që siç duket do të vijë shumë shpejt. Kjo tregon që imazhi i Selinës tashmë dhe fama e Selinës që Selin ka marrë pas Big Brotherit po i ndihmon që ajo, do të thënë, të korë suksese të jashtëzakonshme në sferën e medias. Unë mendoj që Selinës po i shkojnë gjërat shumë mirë në aspektin e dashurisë. Gimbo po i qëndron pranë me puthje, me dashuri, me ngrohtësi shpirtërore, do të thënë është ai frymëzimi pas çdo lodhje, pas çdo dështimi që çdo vajzë dëshiron ta ketë, do të thënë është ajo muza, ajo muda, le ta themi, ndërsa nga ana tjetër Selina është duke i shijuar të gjitha gjërat në mënyrën më të bukur, kjo që në fakt e bën Selinën që të jetë e mrekullueshme dhe të jetë kaq pozitive, do të thënë të ketë kaq shumë energji. Unë shpresoj që gjithmonë të jetë e tillë, shpresoj që ta shijon momentin e saj dhe të na vijë në një formë që ne nuk e kemi parë më parë. Çfarë prisni se do të sjellë Selin?